Jemi rikthyer, jemi në studio dhe në këtë moment me herbalistin ton Irfan Gjeçi, i cili do të na shpjegoj në lidhje me kurat alternative për personat që sidomos gjatë kësaj periudhe me alergjitë e shumta, klimën, polenat gjithashtu mund të vuajnë dhe përkeqësohen nga astma. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Është e vërtetë përshëndron, janë indikacione shumë të forta këto të kësaj periudhe. Shumë saktë, njerëzit të cilët preken nga astma kanë një problem ngushtim të rrugëve të ajrit dhe kjo sjell uri për ajër. I pengojnë rrugët e frymarrjes, pra, okay. Dhe fillojnë të thithin me fjalë me uri, me fjalë se nuk ngopen dot për shkak të ngushtimit të rrugëve të ajrit. Dhe kjo sjell një problem. Njëkohësisht edhe në disa persona të tjerë, kjo sjell problemet kur ata kanë dhe probleme që kanë dhe probleme të mbartura me zemrën, kupton, me fjalë mund të ketë pak aritmi. Dhe kështu që shumë herë ata dhe e ngatrojnë ndonjëherë astmën. Përkeqësohet tek personat që vuajnë nga ankthi? Shumë saktë. Që ata që vuajnë nga ankthi, një, ata që mund të kenë probleme me zemrën, dy. Këta janë më problematikë. Probleme me mushkrit. Po me mushkrit, të gjitha këto japin të gjitha një pasojë ke këta dhe jep një tronditje dhe këta janë gjithmonë të friksuar dhe mundohen normal pasaj është pjesa e pombave të ajrit. Mëmit e parë mendojnë që nuk zgjidhet me anë të kurave bimore. Sa e vërtetë është kjo? Kjo varet me fjalë ke besimi dhe varet njëkohësisht dhe nga shkalla e informacionit që ata kanë. Kryesisht kuptohet që astma dhe mund të ketë edhe një ftofje të mushkrive. Gjithmonë me fjalë është e pranishme në stinën shkurt, mars, prill, që është më e theksuar, në këtë kohë që ndikohet edhe nga poleni, për arsye me fjalë dhe çelja e luleve sjell këtë problem. Njëkohësisht ashtu sikurse edhe alergjitë, këto ndikohen edhe nga lagështia në shtëpi. Kuptohet me fjalë nga mbajtja e një qene, një mace këto, që do të vim dhe pak më vonë të flasim për pjesën e alergjisë që ndikohet shumë. Dhe në këtë rast këta duhet të sigurojnë ambiente të pastra, ambiente të rregullta, të cilat nuk kanë mace qenë, këto që mos të gasmohen. S'do të mbajnë kafshë shtëpiake, pra. Kryesisht në këto raste ne theksojmë se duhet që të përdoret përdorimi i lartë i vitaminës C. Për arsye se si ke astma dhe si ke alergjia, baza kryesore është humbja e imunitetit. Pra në qoftë se ne na ka rënë imuniteti, atëherë jemi të predispozuar që të prekemi. Kuptohet, trupi, organizmi nuk mundet të përballojë. A kanë të bëjnë pluhurat e shtëpisë, që zakonisht janë dhe faktori alergjive, ndikojnë dhe të astma? Sigurisht që ndikojnë, se tani nëse ne kemi një ngushtim të rrugëve të ajrit, atëherë ose një ajndje, të gjitha këto kanë dhe një faktor paraprirës. Por ne identifikojmë me fjalë pjesën fundore, me fjalë atë që jemi me azëm, kemi uri për ajër, gjithmonë tronditemi kur nuk ngopemi dot me ajër, nuk funksionon dot truri mirë, se nuk ngopet me oksigjen, e të tjera. Pra, këtu ne duhet që të rregullojmë dhe pak pjesën e imunitetit të organizmit. Pra me vitaminën C. Pra, vitamina C është e para, por njerëzit e theksoj edhe një herë se ngatrojnë ndonjëherë polenin me propolisin e bletës. Propolisi i bletës është një nga ato, nuk mundet këtë persona që e kanë problem propolisin, por në 99% të rasteve jep një imunitet të fuqishëm duke përdorur me çaj. Pra këta persona mund ta përdorin propolisin. Përdoret edhe ndërkohë kombinohet edhe me vitaminën C. Po, normal, edhe me çaj. Për këtë arsye ne kemi një ekstrakt të përzier, ekstrakti Dr. Schulz, i cili është me 36 lloj bimësh, ai i jep një imunitet shumë të lartë organizmit dhe në këtë rast ai punon shumë edhe për mushkrit, por njëkohësisht ai vret dhe të gjithë parazitët e zorëve, mykun e zorëve, dhe kjo bën me fjalë që personi të ndihet shumë mirë dhe të marrë fuqi, energji dhe të rregullojë, të rehabilitojë në mënyrë të menjëhershme dhe shumë të shpejt imunitetin e trupit të tij. Pra, kjo është një diçka shumë e rëndësishme. Po kështu nuk mundet të lëmë pa përmendur shumë lloj çajrash që ato na japin imunitet, por kryesisht ne këtu kemi çajin e lulës së thundur mushkës, që është një çaj shumë i mirë, dhe ke ata që kanë ftofje të mushkrive. Theksojmë se në fëmijë të vegjël në 6 muaj apo 1 vjeç, kur mjekësia ishte dorëzuar,
Doktor Arqile Boti bëri disa mrekulli me shumë fëmijë të cilët i shëroi nga azma, nga kryesisht nga ftofjet e ndryshme vetëm me lule në thundër mushkës. Po, duke bërë si procedurë? Po, duke përdorë si në formë çaj. Në formë çaj. Sa herë në ditë, çfarë sasie? Po, 3 herë në ditë ke fëmijët e vegjël përdoret 1 lugë kafe me gati 100 ml ujë. Po mirë flasin për të rritur që kanë edhe astma, se mund ta përdorën. 3 herë nga 1 lugë çaj me 1 gotë ujë. Kuptohet. Okej. Dhe njëkohësisht ke fëmijët e vegjël kemi e theksuar dhe më përpara lulja e shtogut është një nga lulet e mrekullueshme, e cila mund përdoret që ke fëmijë 2 javësh. Pra, ajo krijon veç asaj që është antikancerogjene, është ajo që nxjerr sekrecionet, është ajo që bllokon dhe temperaturën, krijon membranë mbrojtëse me trurin, që nuk lejon që të goditet truri nga temperaturat e ndryshme. Pra që fëmia mund të përdorin atë që themi ne lodra e fëmijës ose atë që themi encefalia, me që goditje dhe inflamacion të trurit nuk e ka. Pra është për parandalim, le të themi. Se mosha shumë e vogël për ta konsumuar. Është një periudhë që në fakt pediatrët nuk e rekomandojnë as konsumimin e ujit, se nuk e ka fëmijët nevojshëm atë. Në qoftë se do të theksojmë se lulja e shtogut mund përdoret që ke fëmijë 2 javësh, konsiderohet e sigurt. Për arsye se ka dhënë rezultat. Për arsye se aty ku nuk është futur dot më dora e mjekut, është futur dora e perëndis me anë të bimëve të saj. Pra kurave alternative. Po, normal. Pra ne kemi një armë të fuqishme në planetin tonë, që janë bimët. Dhe ato lulet, frutat e saj, natyra na i riciklon çdo vit. Dhe kjo është një fuqi e madhe që ne kemi në dorë dhe të gjithë njerëzit e theksoj se duhet të përqafojnë sa më shumë marrjen e çajrave. Çajrat nuk janë vetëm, si më thënë, kurativ dhe duhen marrë në momentin kur ti ke një problem, kur ti ke alergji, ke azm, ke ftofje apo ke një problem tjetër. Çaja duhet marrë ritmikisht gjatë gjithë stinës së vitit. Por njëkohësisht mund marrën 2 deri 3 lloj çajrash të ndryshëm. Muin tjetër ndryshohet ose në çdo 2 javë ndryshohet një çaj, zënësohet me një çaj tjetër gjatë gjithë stinës së vitit dhe kështu që ne do të kemi një organizëm të fuqishëm dhe nuk do të rëndohet imuniteti. Po pjesa e hudrës, sa ndikon se kemi parë shpesh persona që e kanë përdorur për pjesën e azmës? Është shumë e domosdoshme në pjesën e azmës dhe në kur mundet të kemi dhe alergji, ndoshta dhe kur jemi të ftohur, hudhra përdoret shumë. Dhe normal ajo ndikon pozitivisht hudhra. Dhe sepse ajo forcon imunitetin e organizmit. Personat të cilët kanë tension të ulë, ata mund ta marrin në mënyrë të moderuar. Ndërkohë, sepse tashmë gjithë personat që e dinë që kush vuan nga astma ka këtë problemin e mbushjes me frymën frymarit, ka kollën e thellë, gjitha me këto merat. Sa ka të bëj vaji i mentes ose ekstrakti i mentes në këtë rast? Do të qëndrojmë dhe këtu, por unë theksoj rritja e imunitetit ka të bëj gjithmonë me vitaminën C që të rritet në dozat të larta, dakord dhe ajo do të vim dhe aty ka ajo pjesë, por nuk mund të lëmë pa përmendur pjesën e lëpushkës, që është netulla, e cila ndikon shumë mirë, por njëkohësisht edhe aguliçja, lule aguliçja, që nxjerrë sekrecionet të gjitha, por pa e diskutuar atë që ju thatë, mentet janë nga bimët më të mrekullueshme të cilët me nxisin qarkullimin e gjakut. Ka pas persona që vendosin 1 pikë ose 2 pika këtu poshtë fundës. Japin frymarrje, lërojnë frymarrjen, pra aroma e tyre bën që gjithë frymarrja të shtohet, pra të ikë inflamacioni. Pra duke ditur se kemi rrugët e ajrit të ngushta, këto bëjnë një farë lirimi. Lirimi tyre me fjalë bën atë heqjen, se duhet kuptojmë se kemi edhe një farë entje. Këto me fjalë e luftojnë atë inflamacion, atë entje dhe kështu që hapet gjithmonë me fjalë rrugët e marrjes së ajrit, njëkohësisht rritet oksigjenimi në gjak, rritet oksigjenimi në tru, dhe sa herë që ne mund të përdorim mende mentole këto, ne kemi kthjellohemi, bëhemi më energjik, çlirohemi, sepse është shkaku që ne marrim oksigjen të plotë. Po qepa e kuqe për zjerjet e ndryshme me mjalë? Shumë e saktë, qepa e kuqe mundet të merret të përzihet me mjalë, por njëkohësisht nuk mundet të lëmë pa përmendur dhe lëvoret e qepës së kuqe, po dhe qepës normale, të zjera, të i zjejmë dhe i pimë dhe si çaj. Njëkohësisht mundet t'i marrim t'i zim dhe të marrim dhe aromë. Nuk mund të lëmë dot dafine, nuk mund të lëmë dot vajin esencial të levandos. Pra, kemi një larmi. Pra,
Kryesisht ne nuk lëm me fjalë pa përmendur që çdo person duhet të bëjë një farë ekzaminimi që të di saktësisht se çfarë ka. Pra, nuk duhet të shmangin procedurat e trajtimet mjekësore të mjekësisë tradicionale, pastaj të referohemi te kurat alternative. Është shumë e rëndësishme diagnoza. Identifikimi i diagnozës është parësore. Ne nuk e diskutojmë që në Shqipëri për fat të keq të kulturës së shëndetësore dhe njëkohësisht dhe të barrierave që vetë krijohet me fjalë nga sistemi që ne kemi këtu, do bësh planifikime, pa dvesh të bësh një vizitë, e tjera, pra e vetmja mënyrë është e shpejta që ti të vesh urgjencë, që të marrësh shërbim dhe të bësh analiza, apo të identifikosh se çfarë problemi ke. Pra këtu është dhe një, mund të them me fjalë vërtet, me fjalë që kemi shumë nevojë për mjekësi zyrtare të rregullt që ne të marrim në dorë fatin e shëndetit ton, por duke përcaktuar sëmundjen. Pastaj është pjesa tjetër që njerëzit krahas një medikamenti që do të marri, do ta ketë në kulturë shtëpiake kjo çajrat. Për arsye se në qoftë se ai do t'i kishte të gjitha këto në kulturë familjare, atëherë imuniteti i gjithë familjes do të ishte shumë i mrekullueshëm, do të ishte shumë i mirë, do të ishte shumë i lartë, dhe ai nuk do kishte nevojë të arrinte në këtë grad. Po çfarë nuk duhet të konsumojë se përdorë një person astmatik? E tham 90% e njerëzve vinë direkt paraqiten pa shkuar pa bërë një vizitë. Për arsye se thotë, kush vete këtu, na sakollasin, na bëjnë, pra tregon atë me ftësinë e mjekësisë zyrtare e troç. E thanë, janë gjëra për të thënë që ndikohet shumë negativ dhe pasqyrohet në popull dhe të gjithë në fjalë ata vinë mbrapsht pa marrë atë shërbim që meritojnë atë që duan, ose atë që e kanë paguar përmjet siguracioneve e të tjera. Atëherë, gjatë këtyre kohëve eliminohen mbylmeti. Eliminohen ëmbëlsirat që kanë ndikim ke këta. Dhe kryesisht këto gjërat e përpunuara, kryesisht mishi qofte të gjitha këto sallamat duhet eliminuar. Mishit dhe në produktet pra atyre. Shumë e saktë duhet. Ne nuk themi se kemi një zog fshati dhe përdore pa problema dhe. Pra mishi kuq më shumë. Mishi kuq duhet eliminuar pak, ose në qoftë se do kesh një viç të mirë që është i thërur, normal ka ngrënë me gojën e vet, po ka ngrënë në natyrë, në jo atje ku e ke mbyllur ti. Po alkooli, personat që ju pëlqen edhe të pinë pak, se zakonisht preken dhe moshat e treta, po ato e kanë në mëngjes të sigurt alkoolin, duhanin. Të gjitha pijet alkoolike në dozë të lartë, themi se janë dëmtuese. Njëkohësisht dhe duanin, por ke alkooli unë do të referoj një diçka që në qoftë se ata që janë pak qeflinë alkoolit, mundet i shtojnë kokër murrizi alkoolit, për ta pinë një teke të pastrojnë dhe janë të gjakut me këtë rast. Çfarë mund të shtojnë? Ku gjendet kjo? Murriz. Fruti murrizit është një frut i cili pastron ente gjakut dhe forcon muret e zemrës. Pra është normale. Që mundet përdoret një gjysmë teke deri në një teke në mëngjes, është shumë e mirë. Mund ta përthithë ajo, mund të procedojë ashtu siç është kokra e murrizit tek? Ajo bëhet edhe çaj, shumë e mirë, por në moment që ajo futet në alkool, ndikon shumë mirë sepse alkooli është transportues shumë i mirë. Dhe kjo e bën atë efektiv. Por njëkohësisht nuk do të lëm pa përmendur dhe vajin e farës zezë, i cili duhet të përdoret. Dhe normal ai punon shumë në gjithë aparatin tretës. Kemi Rominë për këtë shpejt, se çdo ditë. Saktë, por është magjibërës. Është e vërtetë, me fjalë se ai punon shumë dhe në inflamacionet e jashtme. Duhet të kuptojmë me fjalë se në moment që ne kemi alergji të ndryshme, dhe kuptohet që alergjitë fillojnë që nga muaji shkurt, fundi shkurtit, deri mund të themi edhe më vonë në çeljen e luleve në qershore këto. Do ta konsumojnë kështu me ndonjë lugë apo të hedhur në sallatë? Mund të përdoret në sallatë këto ata që cilët e kanë kapërcyer atë fazën që nuk i bën më përshtypje, pirja e vajit të farës së zezë, por ajo përdoret 2 herë në ditë nga një lugë çaj për të rriturit. Është normale, mund të hidhet edhe si më thënë në sallatë. Mund të përdoret. Në ushqimet. Por mund të përdoret edhe me një mjaltë të mirë, e cila është magjibërse edhe për sëmundjet e stomakut dhe ato të zorëve. Sidomos kur ajo përdoret me mjaltin manuka. Është bëhet një super fuqi, me fjalë bëhet pa një sinergji, bashkimi shumë energjive, bëhet 800 herë më fort nga çfarë është. Është
Fantastike. Pra, nuk do të lëm pa përmendur dhe për polisin e betës. Pra, duhet të kemi gjithmonë parasysh që edhe çajt e menteve janë çajra të mrekullueshëm, por ne kemi edhe një çaj i cili është si pas formulës të doktor Schulz, dhe ai është një çaj i mrekullueshëm që ka shafranin, xhinxhin, kanell, karafil, të gjitha këto piperin e zi, para ka rreth 23 lloj fara dhe erëza të ndryshëm. Që ka një bombë. Është një bombë e vërtet. Pra duhet ta theksojmë se ajo ndikon shumë, lehtëson se duke qenë se ka shafranin, xhinxherin dhe të gjitha. Do të jetë shumë pikante dhe shumë e fortë. Shumë saktë. Ai mund përdor dhe me qumësh për ata që nuk lën dot qumshin, pra të bëjnë golden milk, qumshin e artë. Por njëkohësisht kjo bën të nxirjen e ujit nga organet, sidomos ujin nga zemra, nga mëlçia, kupton, ndihmon shumë për largimin e ujrave nga organizmi dhe kjo është një bombë e vërtet. Por do të theksoj duke ju referuar traditave të mëparshme për ata që do të kenë alergji, duhet me fjalë që të marrin pak raki, ta zjejnë me piper të zi pasi e kanë shtypur dhe pasi e kanë kulluar atë, mund ta vendosin pak ke dora dhe ta thithin për kullur njërën anë të hundës, ose edhe me të dyja mund ta thithin atë në kanalet e hundës me frymare me njëherë, dhe në këtë rast do t'i kaloj një dhimbje therrse me fjalë po shumë më shkurtër, fraksion me sekonda është ajo, që do t'i njitet deri në kokë, por duhet të theksojmë se në këtë rast ata do fillojnë të teshtinë dhe do të kenë nxjerr sekrecione dhe gjithçka që dhe ata do të ndihen shumë të lirë dhe do të jetë vërtet me fjalë një mrekulli e vërtet për ata, do thonë si ka mundësi që unë lehtësova kaq shpejt dhe nuk kam bllokim, nuk kam të shtimet mbarojnë, rrufa mbaron, dhe ajo thatësira ndonjëherë se pra ata personat që mund të ta bëjnë. Po, është shumë e vërtet, ne kemi përdorur kur kemi qenë fëmijë, që kemi pas ndonjë problem në një rrufë në një gjë dhe ka qenë shumë efikase. Madje edhe vonë unë e kam përdorur për persona që kanë refuzuar këtë, i kam thënë prit një minutë. Po kam edhe një gjë të fundit. Po, e kam zier aty, e kam bërë direkt, e kam kulluar aty me kullonjë. E kam një magjibërës të fundit. Dhe i kam thënë thithë pak, dhe i kam vendosur direkt dhe ka të shtitur 10-15 herë, pastaj është normalizuar. Theksojmë edhe një diçka. Të fundit e lutem. Po, sakt. Po, normal. Të gjitha ata që kanë azmën ose mund të kenë dhe alergjit dhe kanë mos ngopje me ajër, mund të bëjnë edhe çajin e majave të pishës. Theksoj se kjo nxit shumë oksigjenimin e trurit dhe jep shumë oksigjen në mushkëri dhe kjo gjë do t'i bëjë ata që të ndihen shumë mirë dhe ajo goditja që mund të quhet dhimbja e kokës që do të jetë ajo varja e kokës që do të jenë të përgjumur, të lodhur, do të rikthehet në energji, fuqi dhe mund të jenë shumë sportiv. Po, dhe në imunitet. Kjo nga vdashkën e treve. Po, pra, po. Kjo ka dhe një diçka, do të theksojnë diçka. Dikur kisha bërë një pije me majat e pishave këto, dhe ishin disa që kishin pirë, dhe i thash, meni nga këtë dhe mundet të ashoj, mbusha nga gotë vogël, sa po e këtë dhe u bëmesu të fillim nga e parë. Atere që nesër praktik. Faleminderit shumë Irfan. Oksigenimi i trurit. Faleminderit shumë Irfan. Kemi reklama, kthehemi pas pak.